mbrëmjen e tragjedisë, mbrëmë, kanë qenë të fiturat 250 bileta hyrëse, ndërsa të pranishëm kanë qenë mbi 500 pjesëmarrës. 8 mbërthyet dhe në bilansin e tragjedisë kemi 59 viktima, domethënë, edhe mbi 160 rënë të lënduar. Nga ata të cilët 2 janë transferuar në Sofia të Bullgarisë, 2 pacient me vështirësi në Nish dhe në Beograd, servise, edhe 2 pacient po ashtu në Turqi, dhe sipas prononcimit të doktor të ministrit aktual të shëndetësisë Arben Taravari, janë parapara 16 pacientë të cilët me siguri me ndrakohet që janë transferuar dhe do të transferohen në shtetet e jashtme. Çegrani, a e dinte dikush përpara që kjo nuk ishte një diskotek, po ishte një kasolla? Tani, në mesin e të dëshuarve përfshihen gjithse 20, nga të cilët 15 janë veç të arrestuar. Pronari kryesor i klubit është në Arapi, ndërsa i arrestuar është i biri i tij, dhe në mesin e të arrestuarve është edhe i sekretarja e Ministrisë së Ekonomisë në Maqedoni, e veriut Radmina Çekić, edhe zyrtari i cili është akoma aktual në vend puni Bekim Maksuti,